Përshëndetje të nderuar miq, do të flasim për gjeopolitik, por edhe për zhvillimet në rajon në pjesën e shqiptarisë dhe jo vetëm me zotin Arjan Kaxherri, njohës mjaft i mirë i këtyre zhvillimeve të politikës jashtme, të brendshme, ekspert që ka studiuar, ka mbaruar shkollën ushtarake në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Universitetin e Münniut, me mjaft njohuri që zotron. Do të na shpjegojë më së miri duke na bërë më thjesht atë që po ndodh jashtë dhe si mund ndikojë në pjesën tonë. Zoti Kaxherri, përshëndetje dhe faleminderit shumë. Përshëndetje zotri Balla, faleminderit për ftesën, njëkohësisht nëpërmjet juaj përshëndes të gjithë ata që ju ndjekin. Faleminderit. Do ta nisim atë që po ndodh në Prishtinë. Akoma nuk kemi qeverinë e re. Kurti ka deklaruar që për një herë me betimin e deputetëve po do tentoj që të formuloj edhe qeverinë e re. Por ju si mendoni, do të arrijë që të ketë një mandat tjetër Kurti? Me gjitha gjosat, zotri Balla, duke ju referuar atë që ju thatë praktikisht se çka ndodh në sistemin internacional ndërkombëtar tani reflekton edhe në vendin ton, atëherë do të në këtë pyetje tënde direkte do thoja, do përgjigjesha se jo rrallëherë situatat kur gjërat kanë qenë për të marrë vendimarrje për shtetin jenë vu situata është vu që partitë politike të krijojnë me mos konsenzus. Dhe tani mua më duket se kemi ardhur në atë pikë që partitë politike, pavarësisht polarizimeve të tyre skajshme, gjendja ka ardhur se të krijohet një konsenzus mes partive politike për të arritur marrëveshje të cilat priten që të vinë në ditët e ardhshme. Keni fjalën që mund të kemi edhe nuk përjashtohet një rigrupim i plot i opozitës, apo Kurti do të ketë një qeveri të sunguar, apo mund të jetë një koalicion i madh? Me gjitha gjosat, situata kërkon që mos të ketë polarizime politike, partijake që të arrihet deri destabiliteti i brendshëm, apo mes qytetarëve, popullit, apo një destabilizim i tipit që ndodhte në Serbi për shembull, apo të llojeve të ndryshme, dhe kemi ardhur në situatë ku partitë politike të fillojnë një negocim për diçka që është në interes të shtetit, të kenë një konsenzus në mesveti në interes të shtetit që mos të krijohet destabilizim i hierarkisë internale të Republikës së Kosovës. Ashtu është situata, se a do të ketë konsenzus, atëherë do ta shohimi në të ardhmen, por situata është ardhur në atë pikë që këto të gravitojnë, partitë politike të gravitojnë dhe të ulen, të bisedojnë në mesvetes se si Republika e Kosovës do vazhdoj shtetëzimin dhe mbarvajtjen në shtetit në ditët në vijim, në këto ditë të cilat po na përcjellin me sfida dhe me një ritëm shumë të lartë jetësor në sistemin ndërkombëtar. Zoti Kaxherri, po vijat e kuqe janë hequr tashmë, apo kush nga partitë ka vijat kuqe? Jo rrallëherë janë vijat e kuqe, dhe si e konceptoj unë ato, historikisht në Kosovë tani kemi pas herë të deklarativisht të vëra vijat e kuqe për reprezentuesve të leadershipeve të partive politike, po megjithatë ato në situata të ndryshme ku është kërkuar konsenzus konsenzus politik për me arrit një interes për shtetin, ato janë fshi. Megjithatë ato janë fshi edhe ku ka pas interesa personale apo partijake të cilat janë vu para interesit të shtetit, se në këtë rast ato të hiqen vijat e kuqe, atë do ta shohim në ditët në vijim, por gjithsesi situata është ardhur në atë pikë që një konsenzus, një parafrim i mendimeve të jetë në dispozicion të shtetit të Republikës së Kosovës nga partitë politike. Megjithatë,
dallimet më mëdha partijake mund të ishin ato të orientimit të majt apo të djathtë, ku ne në Kosovë definitivisht nuk i kemi akoma të portretizuar apo të sakt ta dim se kush parti është e djathtë dhe kush është e majt. Pa më parasysh se si ato deklarohen, në të vërtetë apo në akte, ato nuk përfaqësojnë ideologjinë e djathtë se siç e prezantojnë, apo të majtë se siç e prezantojnë. Dhe njëkohësisht populli nuk është kërkues i gjërave elementare që këto dy ideologji prezantojnë. Për shembull, ajo që ne mirremi nga ajo tradicionale konservative që prezanton pro jetës, kundër abortit, kundër gjërave elementare të cilat janë fundamentale për me kriju një zhvillim jetësor brenda një shteti, të ne këtu as nuk bëhen debat që ne nga të cilat pika shumë të thjeshta, nga të cilat mund të konkludonim se apo mund ta identifikonim se cila parti çfarë ideologjie ndjek, pa ma parasysh se çka ajo vet identifikohet. Gjithsesi do kisha thënë se e djathta do të jetë në rritje sipër nga këto që unë paraqita, duke pas parasysh se USAID ka ndaluar përqindjen më të madhe të ndihmave të cilat prezantonte për shtetin e Kosovës në këtë rast, janë ato të cilat janë ndaluar që shumica atyre do të thotë inspironin ideologjinë e majt. Do të thonë lëvizjen e majt. Tani ato janë ndaluar dhe ditë pas dite ne do ta vërejmë ndryshimin social brenda vendit tonë dhe shtresave të shoqërisë si ato do të portretizohen pas ndalimit të këtyre mjeteve. Ka shansi që mund të përsëritet rasti i zgjedhjes së Atifete Jajakës, pra mund kemi nga ndërkombëtarët një kryeministër që dal nga zarfi? Atifete Jajaka ishte prezantuar për president, për rolin e presidentit. Por në këtë rast për kryeministrin në rast krize, pra nëse nuk gjendet një gjuhë e përbashkët, mund kemi ndërhyrje. Atë jem të thonë me gjasa që mos të jetë ajo praktik e cila është kritikuar pasaj që është bërë dhe njëkohësisht është një interferencë jashtme që konsiderohet interferenca jashtme dhe nuk mirë kuptohet normalisht, por me gjitha gjasat nga amerikanët, nga administrata tanishme ata janë prononcuar se nuk janë shumë të interesuar të ndërhyjnë brenda hierarkisë së shteteve të tjera, apo të përzihen punët e tjerëve, por ata gjithmonë prezantohen se çka mendojnë për një parti politike apo një person, pa u përzi. Kështu, duke thënë këtë, jam skeptik se do të vijë në tipin e zarfit, por janë vendos kushtet, do të thotë. Kushtet, si me thonë, tavolina është katrore apo me skaje, me qoshe, është bërë rrumbullak në Kosovë, që partitë politike, që ajo të gravitoj, partitë politike të ulen rreth saj, pa gjetur hapësinën apo arsyen për të viktimizuar apo për të mos marrë pjesë për vendime që duhet marrë për shtetin e Kosovës në ditët në vijim, dhe që të mos kenë do të thotë vend apo qoshe ku të mbahen në këtë tavolinë të rrumbullak. Dhe është më së nevojshme që partitë politike, dhe unë nuk e shoh asnjë gjë antikombëtare që partitë politike të ulen e bashkëbisedojnë. Do të thoja është gjëja më patriotike që shqiptarët apo partitë politike shqiptare mund ta bëjnë, sepse është në të mirë të shtetit të Republikës Kosovës në këtë rast, po megjithatë është rrezik për partitë politike të tyre apo intereset të tyre partijak, dhe mu kjo në këtë rast nuk më shqetëson fare rreziku partijak i partive, më shqetëson vetëm
dhe jam interesuar për interesin shtetënor. Dhe pra jam i thorë që partitë politike të ulen dhe të gjenin konsenzus duke lënë anash interesat e tyre personale apo partijake në të mirën e Republikës së Shtetit të Kosovës dhe duke anuluar sasinë e lartë të populizmit. Edhe diçka tek kjo pjesë për ta mbyllur, duke qenë se vitin tjetër zgjidhet presidenti i ri, mundet kemi një skenar që Vjosa Osmani mundet mos kandidojë për një mandat dytë, edhe të futet në zgjedhje nëse shkon në vendin zgjedhje parakoshme dhe mund t'ja marrë Albin Kurtit postin e kryeministit, pra shikoni një skenar të tillë, një përmbysje apo jo? Që zonja Osmani të marrë postin e kryeministit, thuani. Megjithatë, interesat amerikane janë sa e kemi pa në zhvillim që zotri Albin Kurti nuk është i dëshirueshëm për administratën Trump dhe ato i kemi pa dhe vetë deklarimin e kryeministrit ton duke fol me Kince, reprezentuesin e shtetit të Lituanisë, presidentin e Lituanisë. Nga ajo bisedë kuptojmë se sa janë relacionet apo simpatia apo koordinimi apo dëshira për të zhvilluar politika apo bashkëpunim mes zotrit Kurtit dhe personave të administratës Trump. Megjithatë, kam thënë se shumë zëra të fuqishëm në administratën Trump pro shqiptare ekzistojnë aty dhe besoj fuqishëm se nuk do të lënë pavarësisht gabimeve që ne mund t'i bëjmë, nuk do të lënë fatin ton të bie në dorën e Serbisë, ashtu sikur në kohën e fundit disa zëra tani konkretisht ndërkombëtar po shfaqen dhe po thonë se serbët nuk do të thejnë këtu më kurrë. Kështu që gjithashtu duke shtu atë që kemi folë herën para disa muajve që kam thënë se kërkesa jo formale e zotrit Vučić ka qenë që të hi me ushtri këtu si bashkëpunuese me NATO-n për të mbajtur paqen nëse ju kujtohet. Dhe ajo nuk do të ndodhë, megjithatë si po shifet jemi në rregull në atë aspekt, por në aspektin tjetër do të thoja dhe do të përgëzoja zotri Balla njëkohësisht t'ju uroj edhe me që s'kemi biseduar për një kohë juve dhe gjithë qytetarëve shqiptar kudo që janë festën e Bajramit, gjithashtu ju uroj këtë bashkëpunim të ushtrive tona të cilat u arrit për të cilën ne kemi biseduar nëse ju kujtohet juve. Po sigurisht. Pyetja në vijim ajo do ishte për kaluar tek marrëveshja. Me që ne nuk kemi marrë vesh për se çka do të flitet dhe atëherë ndoshta e hupa pak atë peshën e pyetjes suaj që do ta kishit bërë. Vazhdoni sepse jemi sinkron, jemi në të njëjtën mendimin. Po atëherë mu ngëzon ky fakt dhe sigurisht ne jemi njerëz, jemi të përbëm pi si thuhet gjakut e mishut dhe jemi emocional dhe mu më ka pëlqyer ky fakt se u afrohemi dhe po vazhdojmë detyrat tona që kemi obligim brezave të cilët kanë kaluar dhe brezat që do vinë pas nesh. Një marrëveshje, po çfarë ndodh pasaj, pra nga letra në terren? Po tani në terren këtu me Ministritë e Mbrojtjes, Agjencitë të Inteligjencës dhe të gjithë spektri i sigurisë do të bashkëpunojnë në mesvete këtu në mënyrë trilaterale mes Shqipërisë, Kosovës dhe Kroacisë, duke e bërë balancin e fuqisë karshi Serbisë. Dhe kjo do ta bëj Serbinë të mendoj dy herë se sa do futet në luftë me njërin prej këtyre shteteve dhe nëse futet në luftë apo provokon luftë, hyn në të, atëherë besoj që ne duhet t'i gëzohem këtij sulmi. Mund të kemi një kundër aleancë
apo Serbia është vetëm? Kundër aleancan e kemi Serbia që është këtu në rajonin tonë dhe elementet e saj apo elementet e saj, satelitet e saj siç është Bosnia, atje Republika e Serbisë në Bosnë dhe këto banorët serb të gjenden në këto territorët e Malit të Zi, Maqedonisë. Po megjithatë ne jemi superior me këtë aleancë nëse ne i përgjigjemi, do të thotë, me besueshmëri dhe integritet në kohën në rast se kërkohet që të përgjigjemi, atëherë ne do të triumfojmë bindshëm dhe humbsi i kësaj lufte do t'i paguajë gjitha. Po Mali Zi dhe Maqedonia nga mund shkojnë apo do vazhdoj kjo neutraliteti? Jo, me gjitha gjosat, në qoftë se do të ketë një luftë këtu në rajon, ata nuk mund të konservohen në neutralitet. Është e pamundshme sepse gjenden në mes të flakës dhe lufta është diçka që lufta, zjarri i luftës është diçka që gjuhet pi vendit në vend dhe dhez. Kështu që sidomos Mali Zi, Maqedonia sigurisht që nëse në rast se sulmohemi ne, Kosova apo Kroacia, atëherë kanë të pamundshëm që të jenë neutral, do të gjithsesi, se çfarë shkallë do të jenë të implikuar apo të jenë pjesë e luftës, ajo mund të shihet më pastaj që shumë herë për të folur për atë, por gjërat fillojnë të dalin për ditë më shumë, informacioni del se sa mund, në çfarë shkallë mund të arrijnë. Megjithatë, pjesë të Maqedonisë, institucioneve janë edhe shqiptarët edhe Malzi, kështu që Kroacia ka të zhvilluar sistemin e sigurisë, sidomos atë të ushtrisë karshi, do të thotë këtyre karshi fuqisë ajrore të Serbisë është më superiore Kroacia. Si e plotësojnë njëri tjetrin të tre vendet, Kosova, Shqipëria dhe Kroacia? Çfarë ka njëra që se ka tjetra nga artilleria e rëndë? Po, unë them nuk çfarë do kisha thënë sa i përket Komsërisë, Kosova ka një FSK-ja, Kosova ka edhe pse në numër është e vogël për operacione speciale, ka ushtarët e FSK-s që përgatitur. Megjithatë gjasat shumë njerëz mendojnë se FSK-ja janë shumë përgatitur vetëm për këto çka i shkakton natyra që i kemi pa në Durrës, si shembull, ku FSK-ja është tregu. Po në rast se do të kemi luftë, FSK-n do ta shohim në misione speciale, do ta shohim superiore. Sa i përket Komsërisë. Është fuqizuar edhe nga aspektin e dronëve, por edhe armatimeve të tjera, presin dhe xhavelinët që të vinë nga Amerika. Po, këto mjetet të tjera të cilat janë shtesë për arritjen e qëllimit në betejë, Kroacia është, domethënë, deri në ato aeroplanet luftarak që i ka me standardet të NATO-s, janë superior ndaj atyre që nesër, pas nesër apo kurdo që t'i japen nga Franca në Serbi. Këto të Kroacisë janë superiore dhe mund ta bëjnë, domethënë, dallimin kur të vije koha apo në një ndeshje të mundshme. Sa i përket operacioneve speciale, e thash atë, për FSK-n gjithsesi Shqipënia edhe ajo ka një bagazh të fuqishëm dhe tani me rritjen e buxhetit është dita ditës do të fuqizohet dhe zotëri Balla kur në muajin gusht apo shtator, kur ishim të thirrur në një mision në Klan Kosova me ushtarakun Gecaj, unë kam jap propozimin se nëse vije në qeverisjen amerikane
Partia Republikane, atëherë për shqipnim minimumi duhet të ketë 3% të GDP-s, do të thotë vitin e kaluar kam thënë. Megjithatë, në anën tjetër, zotëri Geca ishte kundër mendimit tim, dhe në atë ditë ishte kur Shqipënia mreu GDP-n për 2%. Dhe tani kur erdhë qeveria amerikane, tani zotëri Trump, kërkesa është që të jetë 5%. Dhe unë jam i bindur se në Shqipëni njerëzit janë të informuar se duhet të ketë rritje në kapacitetin ushtarak, sepse është koha për ta bërë atë dhe ajo natyrshëm do të ndodhë. Kam thënë edhe përpara në bisedat tona se edhe ne natyrshëm do të krijojmë harmoni mes neve, sepse duhet të bëhemi ballë vendet nga po vijë rreziku, e cila është Serbia, dhe tani kemi arrit në një ditë kur kemi bodhe marrëveshje formale mes Kosovës, Shqipënisë dhe Kroacisë. Dhe kjo ditë erdhi. Tani kjo është edhe një implikim që do të thotë rreziku është prezent. Për njerëz, për ditët për jetën e përditshme që shoqënia bën, nuk vrehet ajo. Por vetë fakti që është bërë një aleancë e tillë tregon do kisha thënë frikën e një rrezikut e cili ka noset prej Serbisë, e cila është pretenduese që të jetë fuqi homogjene në rajonin tonë. Shqipëria njoftoi kryeministri pak ditë më parë që do marrin një flotë anijesh, por media ka zbuluar që e para do jetë një korvet italiane. Çfarë mund të na shërbej kjo? E vjetër normalisht me disa riparime, por mund të na hyjë në punë shumë. Çfarë është ajo, më fal? Një korvet italiane. Po sigurisht tani për ditë më shumë do të jetë gjithçka e aplikueshme dhe ndihmuese në atë drejtim. Megjithatë duhet theksuar se prezenca e KFOR-it në Kosovë bën një gjë të tillë të pamundshme. Por lëvizjet të cilat po ndodhin, një luftë të pamundshme këtu në vendin tonë. Por duhet theksuar po ashtu se besoj që është më me rëndësi të flasim për çka po mendoj unë, dhe të qofsha edhe gabim, është mendimi im, se sa ndoshta të flasim për një mjet siç është Javelin ose diçka janë gjëra të cilat janë më shumë teknike, kur të vije dita se si ato përdoren, se një ushtri mund t'i ketë edhe priset më të mira, por kur nuk i shtin në përdorim në vende apo në kohë të caktuara, atëherë ato mund të jenë edhe liabilities, do të thotë mund të jenë edhe të kushtueshme, i bëhen çmim vetë ushtrisë e cila i ka. Por gjithsesi do kisha thënë se ne kemi biseduar zotëri Bolla për një marrëveshje paqe në Ukrainë, ku në për ditës së parë që ka filluar lufta atje kam qenë skeptik dhe kam thënë se atje do të jetë 10 vite luftë, pa kalkuluar mundësinë që Donald Trump do vijë në qeveri dhe mund ta bëjë një paqe. Megjithatë, naty sapo shohim edhe ajo marrëveshje, po dita ditës është duke u bën më e vështirë për t'u arritur. Trumpi është zemëruar. Po, tani dhe kjo mos arritja e kësaj marrëveshje mund të ndikon, do të thotë, në vendin tonë për provokime të tjera, të cilat ishin të tipit të fundit, e cila ndodhi tani djem duket, apo këtu në Kosovë, sulme në post, në mesnatë. Në mesnatë, po, dhe të tipit të aktit terrorist, janë aktet të cilat do të na shoqërojnë neve në ditët në vijim,
dhe më shpresin që të mos eskaloj në luftë. Edhe erdhi më njëherë sapo ministri Maqedon si deklaroi në mos gaboj mbrëmjen e dieshme që ka një prezencë të shtuar të spionazhit rus në Kosovë, në veri, qendra në Nish. Po, ajo është ditë me shumë vite më herët. Prezenca e tyre ka bërë atë të ditur arritja e ministrit rus para 2 vite, 3 viteve më herët, se nuk e muaj me sakt për momentin datën kur ka ardhur në Serbi dhe është pjesëtar të ushtrisë së Serbisë e kanë prit atë në përkampe të tyre ushtarake dhe është një, do të thotë, një formë e treguese formale për prezencën e inteligjencës ruse. Megjithatë, në një luftë të mundshme mes Kosovës dhe Serbisë, që do të ishte në aspektin ndërkombëtar negative është se nëse do të hapë mundësia e prezencës ushtarake të Rusisë këtu në Evropë apo në Serbi. Për atë perëndimorët nuk ishin të interesuar që ne Kosova të përplasemi në këtë kohë në tipin e një lufte me Serbinë, jo pse ata ledatojnë fuqiqin apo e dojnë Serbinë përse, po sepse do hapej mundësia të rusët të hynë si aleat serbëve në këtë pjesë të Evropës. Ka fuqi ekonomike Rusia të mbajë një konflikt tjetër? Po, Rusia ekonominë e tyre ka të koncentruar në industrinë e ushtrisë tani. Dhe më shumë i kushton të bëj transformim të industrisë ekonomike në industritë e tjera ekonomike, se sa të vazhdoj këtu ku është tani. Pra atë insistimi, një prej arsyeve të insistimit të presidentit Trump për të arritur marrëveshje ishte kjo. Por jo që si e kemi thënë këtë edhe më herët me juve, zotri Balla, e mojmen, nëse shikojmë bisedat që i kemi pas para prake. Por jo pse tash Vladimir Putin është aq naiv, edhe ai e di se ku gjendet gjendja ekonomike e Rusisë, do thotë industria për zhvillimin ekonomik bazë është ajo e ushtrisë tani që është fokusuar Rusia. Dhe a mund ta ketë atë kapacitet? Unë them se po, ka atë kapacitet, mund ta ketë. Shumë njerëz mendojnë dhe thonë se në Ukrainë janë kallëzu rusët dopt në luftë, por unë mendoj që ajo luftë ka filluar për mos tu mbaruar brenda një kohe të shkurtë. Pra, nuk shikoni një marrëveshje qoftë edhe një armë pushim për momentin atje, jo më mbyllje konflikti? Unë zotri Balla kam thënë që lufta do të zgjatë 10 vite dhe kjo është që unë jam deklaru, qofsha gabim, do të thotë rreziku në kuptimin e mirë të fjalës për ta prish këtë që kam thënë ka qenë dhe mbetet vetëmi faktor zotri Trump deri më tani. Dhe me gjitha gjalla sa po shohim ka filluar zbehja formale tani për një arritje të tillë. Dhe një armë pushim nuk do të thotë përse se do të zgjat ajo, sa do të zgjat. Dhe armë pushimi është konsiderohet pjesë e luftës, nuk konsiderohet pjesë e paqes. Se në kohën e armë pushimit ushtrit riformohen, rigjenerohen, rigrupohen e tjera. Andaj nuk do kisha thënë dhe zotëria Putini e ka bëu kalkulimet që kjo luftë megjithatë do të zgjas me shumë vite dhe nuk është që është futur që thojnë me fjalën e fundit për të mbaruar, se është deklaruar se ka dështuar se ka dashur me marrë Ukrainën për një kohë shumë shkurt. Megjithatë gjasat, Vladimir Putin është një njohës i mirë i
artit të luftës edhe shkencës së luftës, nuk është një njeri i tipit të Zelenskit, i cili nuk ka lidhje me atë fushë fare dhe nuk ka pas ndonjëherë lidhje. Po thoni që lalitari jashtë vetëm me qëllim, pra nuk arriti një pushtim më të gjerë, por për ta mbajtur konfliktin e ngrirë dhe të vazhdueshëm. Po, se megjithatë nëse konsideroj nëse do kishte marrë territorin e Ukrainës brenda një kohe të shkurtë, problemi do shfaqej se sa gjatë mund ta mbante atë pas okupimit. Ajo është problemi. Dhe me gjitha gjasat Putin e ka bërë atë kalkulim dhe e din sa është shpenzuese një gjë e tillë e hapjes në një territor siç është Ukraina, dhe do më thonë mirëmbajtja e okupimit do kushtonte shumë më shumë se sa kushton kjo që është bo tani. Ne kemi këtu duke kthyer tash pikë njëjtës perspektivë, duke kthyer këtu në Kosovë, i kemi pas ankesat e policisë pse nuk janë pagu për policisë sonë të Republikës së Kosovës, se janë pagu për orë të shtesë, për orë të natës, të cilët kanë punu për të mbajtur sigurinë në veri. Nuk e di a jeni informuar se nuk janë paguar në kohë dhe kemi pas sa mujta me lexu deklarime nga Ministri i Financave se ata është dashur me ditë sa është buxheti para se mi bo ort, dhe ky është problemi që unë kam thënë se forma me cilën jemi fut atje në Mitrovic ka qenë gabuar se është shumë e kushtueshme, dhe kur të vijë fundi i ditës, ajo do të kthehet në gjendën zero, kur reprezentues të komunave do të jenë kryetarët e minoritetit serb. Ata do të udhëheqin komunat atje. Atje do të bëhet prap policia lokale. Dhe do të thonë ky shpenzim është krejt kot që u shku, sepse forma është okon e tillë. Ka forma të tjera të cilat kanë mund ndjek për me arrit me integru atë pjesë, qoftë edhe me polici, me prezencë policisë njësi speciale, po me një buxhet apo me një shpenzim shumë më të vogël dhe me një kështu pa degenerim politik në aspektin ndërkombëtar, i cili është bërë Kosovës. Si është bërë kur nuk ke sigurinë vend tonin dhe ti shfaqesh i pasigurt, sigurisht edhe investimet e jashtme apo bashkëpunimet ekonomike me vendet e tjera, sidomos në sektorin privat, janë më të paarritshme. Dhe kjo ka qenë forma e gabueshme, pa hyrë në detaje për dëmet e tjera kolaterale që i ka ndodhur Kosovës si pasojë. Zoti Gaxheli, deri ku mund shkoj hakmarrja e Trumpit me Putinin, tani që është zemëruar, nëse do marrim Po. Sepse është një konflikt me gjithë, Europën po, Kinën po, tani edhe me Rusinë nëse hakmerret, apo mund të kthehemi tek politika e vjetër, një rregullim me Europën edhe kundër Rusisë. Po, zotri Trump nuk është aq emocional se sa duket. Ka ishte një strategji ndoshta për ta futur në kurth Putinin. Është, unë besoj fuqishëm zotri Balla duke bërë pyetje njëherë nga njëherë dhe jap informacion. Do të thotë pyetja do ishte se sa Amerika duhet të jetë afër me Evropën që mos të lejoj afërsinë e Kinës dhe Rusisë. Një pikë pyetje të problemit dhe kështu, s'është fuqi ngritje si është Rusia, Kina, të cilët investonin në kapacitetin ushtarak. Megjithatë, unë përgjigjja ime ka qenë se e vetmja fuqi në botë e cila ka bërë mundshme do të thotë futjen brenda autoritetit të saj 3 ish republika të Rusisë ka qenë Evropa. Evropa ka mri 3 ish republika të Rusisë me shtim ndër jurisdiksionin e saj.
dhe ato aty gjinden, flasin, ne e dimi ato të ri të cilat janë, ndërsa Putini i dul gjumi pastaj te Ukraina. Edhe ndoshta mund bëhet mbledhësi i madh i tokave ruse. Evropa aty kishte qëllimin. Se si shpeshojmë tani edhe evropianë ishin kundër që Ukraina të bëj këtë të pranoj Zelenski që të bëj marrëveshjen e paqes. Ishin zërat francez që thonin që ishin kundër. Nga perspektiva amerikane unë them se Ukraina është një reflektim sa ko mujtë me lexuar, është reflektimi i luftës lindjes së mesme, kur amerikanët i kanë fut atje, i kanë kanë dëshmu, kanë bishtat e aeroplanëve rus, sidomos në Siri, dhe pastaj e kanë vrejt se ku janë, me kush është tamën mbrapa sulmeve të cilat ishin karshi amerikanëve, qofshin ato të tipit autoritar apo ato terroriste. Pa mujt me vërtetu. Dhe kjo reflektoi pastaj në Ukrainë. Ç'a ndodhi? Mandej Siria u humb nga rusët. Dhe këtë do kisha thënë se fatkeqësisht tani në aspektin humanitar Ukraina është qytetarët e Ukrainës do të paguajnë çmimin më shumë ti, qytetarët e rëndomt, ashtu sikur edhe në Palestinë, do të thotë për shkak se udhëhec janë të papërgjegjshëm, i shpin, domethënë qytetarët e tyre deri në vrasje, pa dashur me arsyetu, do të thotë në këtë kuptim atë që gjykata ndërkombëtare po e akuzon për gjenocid Izraelin, pa dashur me arsyetu Izraelin, por megjithatë jetat e humbura nuk kthehen dhe unë pa dyshim i vëj pjesë të problemit edhe leadershipin në këtë rast Hamasin e Palestinës, ashtu sikur e vëj në pjesë të problemit kryesor Zelenskin në Ukrainë. Zoti Gaxheri, çfarë mendoni që di shërbimi gjerman, informacioni normalisht, por edhe politika, që po përgatitet për luftë sipas Der Spiegelit? Ishte një lajm bombastik. Sipas Spiegel, ç'a thoshte Der Spiegel? Gjermania po përgatitet për luftë. Po, zotëri Balla, unë kam thënë, do të thotë ngusht, vitin e kaluar ngusht. Janë të regjistruar ato në Klan Kosova, kam thënë se leadershipin e NATO-s do ta marr Evropa, natyrshëm, e ka të obliguar tani, sepse vetë ideja e NATO-s ishte krijuar mbi përmisat që Evropa të ruaj integritetin e saj nga rusët. Dhe tani ka ardhur koha që ata të marrin përgjegjësi dhe kanë të obligueshme aty. Natyrshëm do të ndodhë ajo. Dhe natyrshëm e kemi bërë kohën e tranzicionit kur shtetet evropiane, sidomos Gjermania, po investonte në Ministrinë e Mbrojtjes apo në ushtri. Dhe dita ditës më shumë e kanë të obligueshme tani se nuk po arritet një marrëveshje me paqe në Ukrainë, ajo konsideron një luftë më teshme, të cilën ku Evropa si EU konsiderohet të jetë homogjene në rajonin këtu ku jetojnë. Ndërsa shumë afër saj është një tjetër fuqi, superfuqi, e cila njëkohësisht konsiderohet të jetë homogjene në regionin e saj. Dhe në këtë afërsi që këto dyja gjinden, çka është ajo ofenzive dhe defensive bëhet pikpyetje. Sepse në kapacitetin ushtarak që ka Rusia, sado që Putini thotë unë nuk përmbaj kërcënim për ju, Evropa automatikisht ndihet e kërcënuar dhe ngrit kapacitetin ushtarak. Dhe pastaj Rusia thotë ju po ngritni kapacitetin ushtarak për shkak neve, tani ata ndihen të rrezikuar. Dhe kjo është natyrshëm, e cila do të ngre këto dy forcat të ballafaqohen. Këtu duke marrë parasysh tani edhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës, të cilët ata do të e kanë
do të thotë interesin që të jenë prezent këtu, sidomos në ato 3 shtetet e tjera që siç është Polonia, Slovakia, po, në ato shtete aty e cila Amerika ka fillu do të thotë bashkëpunimin me to shumë më herët. Në Trump ne për shembull janë bërë marrëveshje mes Polonisë dhe Amerikës bilaterale, e cila e favorizonte Poloninë prej shteteve të tjera të Evropës. Tani kanë fillu, aty do të qëndroj, si thuhet, çizma amerikane, e cila do pyetet mes Evropës dhe Rusisë. Ata do të jenë, si do të thotë kjo dera hyrëse dalse mes këtyre dy fuqive të cilat janë të destinuara të ballafaqohen në mes veti. Kur për gjatë kësaj kohe, në anën tjetër atje, Kina dhe Amerika janë të destinuar të ballafaqojnë fuqitë e tyre. Ndërsa Kina po I vjen vërdall Tajvani tani këtë situatë, por me që ju më thatë pak më lart që Europa është destinuar që të marrë leadershipin e NATO-s, ju lutem, kjo është e fundit se ju mora shumë kohë për të mos e zgjatur. Turqia çfarë roli do marrë këtu tek leadershipi i NATO-s? Turqia është shumë interesuar të rritin të do të thotë prezencën e saj në lindjet mesme. Po me gjitha gjasat në lindjet mesme e ka tani dhe më të vështirë të arrijë influencat e saj, me që influencat ruse dhe amerikane atje dhe interesat e tyre po kanë mirë kuptim në mes veti. Nëpërmes shteteve të cilat kanë po ruajnë neutralitetin në sistemin internacional siç është Arabia Saudite, e cila po luan një rol shumë konstruktiv për të mos përshkallëzuar lufta në shtetet e lindjes së mesme. Duke I marrë këto fuqi, superfuqi dhe duke I balancuar dhe duke I monitoruar ato që të mos eskalojnë. Ndërsa Turqia do të jetë inspiruar që të ketë të shtri ndikimin e saj në vendet tona, në prezencën tona, po megjithatë shtetet evropiane nuk është që kanë një mirë kuptim të nivelit miqësor me Turqinë. Nuk do kisha thënë se kanë nivel amiqësor, por jo të tipit miqësor me Turqinë dhe influencat evropiane do të jenë më prezente këtu. Gjithsesi do kisha thënë se nëpërmes ato siç thuhet Islami politik, do të jetë në rritje, është domethënë njëra ndër alternativet të cilat shtetet e tjera do ta përdorin për të arritur qëllimet e tyre. Por deme tani, edhe pse tek ne folet për rritjen e islamit politik, ekstremizmit politik, ne kemi pas kogja shumë raste këtu që ajo të shpërfaqet në mënyra shumë të egra. Gjithsesi do I kisha bërë falënderimin do kisha shprehë falënderim për ata prist fetar të cilët ka që janë shumë, do të thotë janë shumë konshient për se çka po ndodh, si po ndodh, se si duhet të respektuar shteti I Republikës së Kosovës dhe kombion. Kam pas rastin më shku edhe vetë prezent, të jenë prezent në vendet e tyre, dhe do kisha përshkruar me një fjalë shumë, me një fjali që më la përshtypje, këtu ka pris Kosovë, pris fetare, cili thotë se në ditët e pavarësisë Kosovës thoshte se janë të numëruar 1.000-2.000 kombe në tokë, rreth 200 për tyre I kanë shtetet, e 2 për tyre I kemi ne, shqiptarët. Edhe në aspektin
dhe thotë në aspektin e asaj të respektimit të hierarkisë se çfarë është shteti i Kosovës dhe duke e ditë se çfarë është laik, nuk është ndarë i fesë, qoftë islame apo katolike, megjithatë, domethënë vedia ka pres fetar që janë vetëdijshëm, por ka dhe asimët të cilët janë të pandërgjegjshëm dhe manipulojnë dhe këtu do të jetë parashihet të jetë një prej çështjeve që siguria e Kosovës ta ketë në vëzhgim gjatë ditëve të ardhshme. Megjithatë tash do të kemi bashkëpunim, siç e thash, të inteligjencës mes Shqipërisë, Kosovës, Kroacisë, sidomos mes Shqipërisë dhe Kosovës, dhe këto inteligjenca pjesë të cilave do të jetë kundër terrorizmi, qoftë ajo që po ndodh në Mitrovic, qoftë ato të cilat vinë nga të motivuara të thësha nga religioni, do të jetë informacion do të thotë që do të ndojmë këto dy shtetet tona dhe që të parandalojnë një grupim transnacional të terrorizmit. Zoti Kaçeri, të falenderoj shumë për analizën e gjatë të plotë për gjitha çështjet që diskutuam. Shpresoj të kem thënë ndonjë gjë, duke pas parasysh se edhe nuk e dishim se çfarë është tema dhe patëm me fol për shumë tema se ashtu është edhe sistemi tani, siç thuni dhe ju, rrjedha është shumë e shpejtë. Shpresoj të kem thënë ndonjë gjë dhe të jam përgjigjur pyetjeve tua, zot Riballa. Unë ju falenderoj juve për ftesën. Biseda ishte me mjaft vlerë, shumë mirënjohës. Faleminderit shumë, ju përshëndes juve dhe gjithë shikuesit tuaj. Faleminderit.